Njerëzit janë mësuar, janë agoni. Ky popull lutet na jep një fund më. Çoje tani në mbretëri, jam unë i pari. Bëje mbretëri vlla që ta di. Të zhduke nga ky vend e ta dhjes të vend ta pshty. Mos të kthehemi as i vdekur. Se jemi as najer, as mish, as peshk, as në tokë, as najer. Nuk ndrojmë dot më vlla, sepse ti nuk ke fuqi as unë, as ti nuk kemi më fuqi të ndrojmë, çfarë do bëhet më vonë. Se çdo gjë është e kapur. Nuk ka më vlerë prona. Nuk blen dot më tokën se të vjen investitori strategjik ta merr me 1 euro. Ti e ke bler me s'ke siguri juridike, nuk ke kohezion social, ke patronazhista. Sepse më mirë 1 sekond i lirë se sa një jetë skllav vlla. Jam gati ta lë jetën tani vetëm për atë 1 sekond liri. E nuk e bëj as për komerç, as për asë kush më njeh mua e di që jam çik idiot e ka pjesa që. Kam prishur shumë kontrata, kam prishur shumë në lidhje ekonomike të mia. Po janë në fakt të ditur e botërisht ato. Vetëm për qëndruar i lirë edhe për të krijuar atë ishullin tim edhe masolli Zoti shansi që ta hapë tru podcastin ku ti jam vetvetja, mos më thoj njëri shikoj se do flasësh për këtë, po mos e prek këtë, mos e bëj atë. Shumë dakord.